Rreshjet e shiut të 24 orëve të fundit dhe vërshimet të jore të përrenjve që zbresin nga mali kanë krijuar një situatë mjaft të rëndë në njësinë administrative Gurizi. Dhjetra shtëpi janë rrethuar nga uji ndërsa shumë të tjera kanë pasur dhe prani uji në oborret e tyre. Përrenjtë të rrëmbëshëm kanë zbritur deri në rrugën kryesore të Gurit të Zi dhe Uraspatharit, ku në disa segmente qarkullimi është vështirësuar deri në bllokim të plot, pasi lartësia e ujit ka arritur deri në 70 cm. Si shtrëngojnë dhe pamjet filmike, gjendja në trafik ishte kaotike, madje nuk mungonin as autokolonat e dasmorëve që mbeteshin të bllokuara në ujë. Edhe pse ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë Shkodër ka ndërhyrë, intensiteti i rreshjeve dhe prujet e larta të përrenjve e kanë bërë të pamundur normalizimin e menjëhershëm të situatës. Banorët e zonës, duke folur për këtë situatë, shprehen se prej rreth 30 vitesh askush nuk është marrë me sistemimin e përrenjve dhe kanaleve kullues, ndër vërshimi i ujrave është bërë i pakontrollueshëm. Ky vjen prej projeve, nel, si për arsye se janë pronit pa pastru. Për se muzohen dhe me prej bashkisë marrë me një pastru, kanë met. Kaq. Me keni pastum, ne kishna boj shto. Shishat nuk karau në herë, nuk shka mund bat, më hap kanalin e majtë, i këtë pritën i do. Vetëm kja prita majtë, të ura uri, thejmë. Vetëm këto është e zeza jonë. Të na, ma mytë, anë mytë këtë, anë i kanë. Se nuk vetëm kjo, a që e ura, kja blokon proli, këtë, dhe e gjithë. E blokon. Kja poshtë, kja muzikon, kja setë nërshëm. Veçanërisht drejt Ubanit situata ka qenë më e rëndë pasi shumë shtëpi janë përmbytur, uji ka përfshirë të dy anët të rrugës, ndërsa përrenjtë marrin çdo gjë që gjejnë përpara, kurse qarkullimi i automjeteve është rënduar ndjeshëm me bllokim të shpeshtë. Situata e krijuar në Gurin e Zi dikton nevojën e një ndërhyrje urgjente sapo të pushojnë rreshjet për të verifikuar gjendjen e përrenjve të kanaleve të kullimit dhe të urave të tombinave në të gjithë njësinë, si dhe për pastrimin e tyre. Kjo kërkon veprim të menjëhershëm nga Bashkia Shkodër, përndryshe dimri mund të përballë këtë zonë me situata të paparashikuara për komunitetin.